Për gjatë të premtes, në Spitalin Rajonal të Vlorës është paraqitur për ndihmë mjekësore një 49 vjeçare. 49 vjeçaria dyshohet edhe sipas policisë që në kushte të rënduara të depresionit të ketë konsumuar një sasi të madhe medikamente zgjumi, sasi kjo te i normave të lejuara, e cila sigurisht i shkaktonte probleme të shëndetit, duke i rrezikuar edhe jetën. 49 vjeçaria ka marrë me urgjencë edhe ndihmë mjekësore dhe raportohet që këtë të shtunë të jetë në gjendje më të stabilizuar mjekësore. Për gjatë të premtes, dyshohet se një 56 vjeçar i cili kurohej në Spitalin Psikiatrik të Vlorës të ketë ndëruar jetë. Policia e Vlorës sqaron edhe këtë ngjarje, teksa konfirmon se 56 vjeçari me inicialet VR ka ndëruar jetë për shkaqe natyrale. Për të dyja këto raste, specialistët kanë referuar materialet në prokurori për vlerësim dhe pritet që të jetë prokuroria ajo e cila do të japë edhe verdiktin final. Gjithashtu, për gjatë 24 orëve, specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës arrestuan shtetasin KQ 20 vjeç banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjetën dhe ju sekuestruan 4 doza lëndë narkotike të dyshuar kanabis sativa. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin KL 67 vjeç banues në Vlorë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim ish bashortja e tij se ky shtetas e ka kanosur me sopat në banesë, madje sipas saj ka tentuar edhe ta dëmtojë. Materialet procedurale për rastin në fjalë i kanë kaluar tashmë prokurorisë së Vlorës, e cila do të vazhdojë veprimet e mëtejshme.